Ju përshëndes gjithëve, sapo përfundoi seanca e dytë gjyqësore me kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Erion Veliaj dhe mua. Siç e dini, zoti Erion Veliaj më ka paditur për shpifje tek gjykata që ndodhet këtu pas shpinës time. Edhe ditën e sotme Erion Veliaj nuk erdhi në gjykatë, nuk u paraqit dhe sigurisht që është e pakuptueshme se si kjo paditë do të ekzistojë akoma në raport me mosparaqitjen e tij në gjykatë. Seanca radhës u ka lënë nga gjyqtarja me datën 18 nëntor në orën 15:00 për t'i bërë me dije edhe një shkresë burgut të Durrësit që Erion Veliaj të paraqitet në seancën e pajtimit pikërisht në gjykatë. Unë kam kërkuar që të fillojë gjykimi, pasi u pyeta nga gjyqtarja, pra gjykimi të vijojt, mos pushohet, sepse dua të argumentoj dhe të faktohet një herë për gjithmonë që nuk jam shpifës, i shëndroj gjithë deklaratave të mia, siç e shikoni para gjykatës, kam ardhur me dosje dhe me fakte, ku të cilat ka prova dhe jo vetëm shkresa dhe dokumenta, por edhe DVD, materiale të cilat unë dua që ti dorëzoj në gjykatë dhe të njëjtat shansi që të gjykohem dhe sigurisht kjo çështje të marrë fund një herë për gjithmonë. Unë e kuptoj shumë mirë për çfarë bën Erion Veliaj këtë, por unë nuk jam një nga ato njerëz që bëj marrëveshje me Veliaj. Ai do të më mbajë të varur, sipas gjithë informacioneve që kam. Kjo është një slap cases, pra është një padisë strategjike kundër kundërshtarëve të vet, aktivistëve apo gazetarëve, të cilët janë kritik me të. Është një padi e cila do të më mbyll gojen, por bëhet edhe për qëllime okulte, sepse unë kam 15 vjet në betejë me të dhe erdhi pikërisht tani, kur ai ka halle shumë të mëdha, që unë nuk ja zgjidh dot me të thënë vërtetën. Fakti është që ai është në burg, ndërsa unë jam jashtë, jam në gjykatë. Unë do paraqitem sigurisht çdo herë në gjykatë bashkë me avokatët e mi, por nga ana tjetër i bëj thirrje atij njeriu që më ka paditë të vinë në gjykatë dhe të përballet si burri me burrin. Në rast se i kam veti fije burrëri. Sigurisht që unë do jem edhe seancën e radhës, pra me datë 18 në orën 15:00.